Ngjarja e Elbasanit është një nga ngjarjet kriminale në të rënda të këtij vendi në të cilin rezultojnë të qarta sindikët e diellit se është impikuar vetë kryetari i qeverisë, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, ministri i brendshëm Blendi Çuçi, drejtori i përgjithshëm i policisë Adi Veliu, janë të impikuar prokuror të prokurorisë Elbasanit dhe pa asnjë diskutim në rrafshin politik. Njeriu më përgjegjës është Tauland Balla dhe përgjegjësi ka për ngjarjen jashtë çdo dyshimi Gazmend Bardhi. Faktikisht Pierin Xhuvanin e vran për zdyti Tauland Balla, Gazbardhi, Edi Rama dhe Adi Veliu. Pse e ndërtokita unë Gazmend Bardhi? Gazmend Bardhi e mbylli fjalimin e tij me të vërtetën më të madhe të kësaj afere. U thash shqiptarëve, nofta jo me këtë temë, por eksakt si përmarrja është e Edi Ramës. Se këtu është duhet të budallet që s'nisë të duhet të budallet që s'dojnë institucion, të besos se nëmarrja është e pedazotët. Dhe Gazmend Bardhi e tha me qartësinë më të madhe dhe meritonte ndërtokitje të plota. I kam bërë me zemër.